Një prej emrave që Federata Shqiptare e Futbollit dhe trajneri Silvinho kanë piketuar prej kohër si një afrim potencial te Shqipëria është Dai Nelson Viper. Sulmuesi talentuar ja ka dalë të bëjë debutimin e tij te ekipi i parë i Mainzit në Bundesliga, teksa dhe ka arritur të lësh shenjën e tij me gola në elitën e futbollit gjerman. Vëllai i 20 vjeçarit portieri Henrik Viper ka luajtur me kombëtarët e moshave të Shqipërisë dhe në Federatën Shqiptare të Futbollit, shpreson që të mpintin tashmë dhe sulmuesin të ndjekë të njëjtat hapa dhe të veshë panellën kuqësik. Pengesë për momentin bëhet fakti se Nelson Viper është rregullisht pjesë e kombëtarëve të moshave të Gjermanisë, që e fundit e ka grumbulluar rregullisht dhe së fundmi e ka përfshirë në listën e lojtarëve që do të marrin pjesë në fazën finale të Europianit të kësaj grupmoshe. Por ndërkohë, një postim i tij në rrjetet sociale shton më shumë kurreshtjen rreth të ardhmes së sulmuesit. Djaloshi, i cili ka të ëmbël nga Kuçovat e babait gjerman, gjendet në këtë ditë në vendin tonë dhe ai ka hedhur në rrjetet sociale një foto nga stadiumi Elbasan Arena, duke ndjekur ndeshjen e U17-s mes Shqipërisë dhe Gjermanisë, kush e di për cilën prej skuadrave ka bërë tifo.